Vetmia, ju nuk jeni të sëmur, jeni të vetmuar. Unë jam Tereza, 75 vjeçe. Jetoj vetëm në një apartament të vogël në Bolonjë. Në fillim pensioni më dukej si çlirim, por pastaj heshtja filloi të më rëndonte. Fëmijët e mi janë larg, kanë jetën e tyre dhe unë harrohem. Niprit dhe mbesat nuk më njohin vërtet. Nuk ndam kurrë kohë. Një herë e pyeta vajzën, pse nuk më do afër? Ajo më tha, mami, ti gjithmonë ndërhyn, dhe kuptova, nuk jam e mirëpritur. Çdo ditë është njësoj, bëj kafe, pastroj balkonin, shkoj për bukë dhe televizori që rindezur gjithë ditën, vetëm për të mos dëgjuar heshtjen time. Kam bërë vizita, analiza, mjekët më thanë, nuk jeni e sëmur, jeni e vetmuar. Fjalë që dhembin më shumë se çdo diagnozë. Ndonjëherë pyes veten, a isha nën e keqe? Apo thjesht nuk kam vend për një grua si unë? Jo, nuk kërkoj mëshirë, vetëm një telefonat, një si e mami, një mesazh që thot, po të mendoj. Nëse ke një nën të moshuar, mos e harro, mos e lër të pres, telefonoj, shko ta përqafosh, sepse vetmia nuk ka zë, por vret ngadalë. Të vetmuarit nuk kërkojnë shumë, vetëm të ndihen ende të rëndësishëm për dikë. Mirë se erdhët në Rezedielli. E nisëm kështu me zërin e çdo të moshuari që nga dritarja e shtëpisë së tyre aty ku ndihen të vetmuar, të neglizhuar pse jo, disa prej tyre, ata shohin një botë përtej këtyre xhamave që ecën me shpejtësi në pritje të një zëri, të një përqafimi, të një fjale, të një prezence të dikujt në familjen e tyre. Sot flasim për një nga plagët më të eshtra të shoqërisë, të sfidave të kohëve moderne, për vetminë e të moshuarve, për gjendjen e tyre. Si ndikon në shëndetin, në psikologjinë e tyre, ku po na çon ky modernitet, kjo familje tradicionale që sa vjen dhe bëhet më e vogël, më e ngushtë, dhe ata mbeten aty, të vetmuar, siç e nisi dhe letra. Ata nuk janë shpeshherë, përveç se janë të sëmur nga gjendja fizike, por i sëmur më shumë edhe vetmia. Do të diskutojmë pikërisht këtë temë me sociologun profesorin Gëzim Tushi. Mirë se erdhët, kënaqësi që jeni këtu, gjithmonë një zë i fuqishëm për probleme të tilla të moshuarve dhe të shoqërisë tonë. Kënaqësi që u kam këtu. Faleminderit. Është zonja Mimoza Kalaja, infermiere dhe pronare një azili të moshuarish në vendin tonë, që me sa kam parë nga afër je një stre si në shtëpi e atyre që zgjedhin të qëndrojnë aty. Mirë se erdhët. Faleminderit. Gjithmonë aktiviste dhe jo vetëm për të moshuarit, për moshimin aktiv, keni folur gjithmonë. Mirë se erdhët zonja Mira Pyrdeni. Faleminderit për temat aktuale që merrni vazhdimisht. Faleminderit shumë, na dëgjoni me vëmendje për të mos u ndier vetëm të paktën në këtë minutazh që do të flasim, ndoshta do t'japim këshilla, do krijojmë ndoshta ide këshilla të tilla si të krijojmë ura lidhse me këtë grup mosh. Profesor Tushi, pse vetmia është kthyer sot në një nga plagët më të rënda të shoqërive të kohëve moderne? Është kjo pasojë drejt për drejt e prishjes së familjes tradicionale? Pse të moshuarit ndjen kaq shumë vetëm? Shiko, pa diskutim, sot tema e vetmisë është një temë globale, është një temë universale, që është panjerëzore, është një dukuri e përgjithshme gjithë shoqërive të sotme. Një fenomen që ka filluar të paktën pas viteve 60, kur filloi të shfaqeshin ndryshimet në tipologjinë e familjes. Mori fund ajo epoka viktoriane, familjes së madhe, biologjikisht numeroze. Mori fund në një farë mënyrë ajo shoqëria e dikurshme, pas viteve 60, fenomenet të cilat tek ne erdhën pas viteve 90, si gjithnjë me vonesë faza vinë tek ne këto proceset e modernitetit, dhe vetmia, pa diskutim, sot konsiderohet nga psikologët, nga sociologët, nga filozofët, si një plagë e madhe sociale që po agravohet, po zgjerohet. Është e lidhur me shumë faktorë, pa diskutim. Është e lidhur së pari me një prirje të fortë individualiste të kësaj shoqërie. Sot kemi një njeri i cili ka një unë të fuqishëm, ka një ego të fuqishme, kërkon suksesin, kërkon paran, kërkon arritjet individuale. Është shoqëria arritjeve. Është shoqëria arritjeve. Dhe me sa duket arritjet dhe sukseset në kohën e sotshme nuk arrihen në turm, dhe kjo e nxit shumë këtë individualizmin. Ndërkaq,
Përsa i përket raporteve që kanë të bëjnë me familjen, do e mos është një transformim i madh, kalimi nga familja etike e dikurshme, shqiptare, tradicionale. Bashkë, kolektive. Etike, kolektive, me shumë breza, tjere, apo dhe me trajtën e saj klasike, ku ishin dhe të moshuarit të inkorporuar në strukturën familjale. Pra, struktura e familjes shqiptare i kishte të moshuarit, nuk i kishte të tepërt, i kishte pjesë organike integrale. Bilet duhet të them që shoqëria shqiptare ka pasur një koncept gati gerontokratik, do të thotë që pushtetit moshuarve në familjen tradicionale shqiptare ka qenë, kujtoni jo, por ne gjyshrit tanë, gjyshrit ishin me autoritet, kishin një respekt, gëzonin të drejtën e fjalës. Sigurisht, kjo familje kishte anën e mirë, të ndritur, por ka pasur dhe anën e saj të errët, sepse të jemi të vërtet, që edhe një formë maskilizmi dhe një lloj pushtetit tepruar të moshuarve, një lloj pengese nga njerë, dhe kjo sillte ato konfliktet midis brezave. Ndërkaq kalimi tek familja, kjo familja e sotshme nukleare, domethënë burri, gruaja dhe fëmijët, ka krijuar këtë problem që ka të bëjë me vetminë. Shikoni, vetmia unë them gjithmonë është e frikshme ta përmendësh si fjalë dhe ta përjetosh është e llaktarshme. Dhe ta përjetosh në moshën në moshim, domethënë në moshën e 3 dhe të 4, është akoma më e tmerrshme. Dhe kjo ka bërë që ne të kemi një dukuri të tillë shumë të zgjeruar sot. Ne kemi 191.000 sipas Statit të moshuar që janë në nevojë, që kanë nevoja të ndryshme. Por 31.000 prej tyre janë të vetmuar, jetojnë vetmuar. Domethënë kanë shtëpi, kanë pension, kanë dhe këto kushtet e tjera, por janë o të braktisur, o nuk kanë pasur fëmijë, ose nuk kanë... I kanë fëmijët jashtë. I kanë fëmijët jashtë, sepse duhet jemi të vërtet. Sot ka një popullsi lundruese që i largon fëmijët dhe ata s'mund i marrin të moshuarit me vetë. Aman, që të tregojnë kujdes për ta, kjo është e domosdoshme. Kështu që unë mendoj që kjo vetmia e të moshuarve është një plagë e madhe, që ata në një farë mënyrë po ju them që të vetmuarit, të moshuarit e vetmuar, kemi pasur raste kur nuk e kanë përvalluar dot vetminë, i kanë bërë dëm vetes, madje kemi pasur dhe raste kur kanë bërë dhe suicid. Kështu që në këtë kontekst unë them që këtë prirje të shoqërisë për individualizëm, për zgjerim në vetmisë, për shndrimin e kësaj, po e vuan kjo stres, atëherë do të thotë që kur nëse kemi këtë diagnostikim, edhe statistikisht, siç thash, ato shifrat. 31.000 të vetmuar. Absolutisht, atëherë do të thotë diçka duhet mendojmë. Çfarë duhet zgjidhur? Dhe unë mendoj që zgjidhja për mendimin tim ka së pari ridimensionimin e rolit human të familjes biologjike. Unë ju garantoj që institucionet të krijohen, nuk ka shumë institucione, janë të munguara, duhet bërë një revolucion me institucionet, sepse unë them kur shoqëria plaket, institucionet duhet shtohen dhe të rinovohen. Por unë mendoj që të moshuarit që janë dhe në shtëpinë të moshuarve të zonjës, edhe në shtëpitë e moshuara publike, her pas here nuk është se kanë nevoja për ushqim, ose për veshje, ose për trajtim. Për dashuri, për kujdesje. Kanë nevojë për të gjeduan familjen biologjike. Atyre ju pret kordonin biologjik, po ju preve kordonin biologjik, lidhjen me familjen, ata bëhen të ftohtë dhe ndjejnë vetëm të vetmuar, po të paktën këto socialitetet sociale në shtëpitë të moshuara e zbusin plagën, e zbusin se krijojnë komunitete ndjen mirë. Për shembull, mua më ka bërë përshtypje se e kam përmendur disa herë reagimi i aktores së madhe Tinka Kurti, e cila edhe pse filloi një logori kështu me cinizëm, me hipokrizi, me siç e kemi ne që interpretojmë si na do qefi, ajo e ndjen veten mirë atje, në kushtet që është. Nuk ka më njeri, ishte e vetmuar. Fuqia po e linte, atëherë shkojnë në shtëpinë të moshuara ku mund t'i plotësoj kërkesën. Pra shmangu vetmin. Çështja është si mund të gjejmë rrugët për të shmangur vetmin. Dhe këto janë rrugë shumë të shumta. A gjejnë dot vetë ata rrugën, a duhet kujdesen të tjerët, sepse janë disa që nuk arrin dot të mbulojnë shumë shpenzime. Dhe dua të kaloja pak tek shtëpia juaj e të moshuarve, përveç se shërbimeve të tjera, sigurisht vetmia mbetet aty. Prezent. Faleminderit Niki. Shiko, unë dua të shtoj diçka në konceptimin e vetmisë. Unë nuk e shikoj vetmin vetëm kur je i vetmuar. Të paktën me atë çfarë kam parun në këto vite që po bashkëjetoj me të moshuarit në qendrën time. Për mua vetmia është dhe mungesa e marrëdhënieve. Është mungesa e marrëdhënieve kuptim plota. Do me thënë, ne kemi plot të moshuar që jetojnë në mes të nipërve dhe mbesave, por janë të papërfshirë, janë të parespektuar, janë të si të thuash të lënë pas dore, nuk i marrin mendimin, nuk i marrin fjalën, dhe mua më duket kjo shumë herë më e trisht se sa thjesht të rish vetëm në këtë kohë kur ti mund të jesh me njerëz, por ti je i papërfillur. Prandaj dhe unë e kam parë me sytë e mi këtë pjesë, prandaj dhe e them, dhe unë ne këto qendra ne nuk jemi thjesht vetëm për të shërbyer, ne nuk jemi thjesht për t'i ofruar një shtrat apo një pjatë ngrohtë, por ne jemi aty për t'i aktivizuar në aktivitete të ndryshme, ne jemi aty për t'i kënduar, për të lozur me ta,
Pra ne nuk jemi thjesht për t'i ruajtur urrëzua, por ne bashkëjetojmë me ta. Neve do me thënë i aktivizojmë në çdo problem të tyrin. Për shembull, thjesht kur unë i them çfarë do bëjmë nesër për drek, ata ndihen kaq të përfshirë dhe kaq të rëndësishëm sa ju nuk mund ta merrni dot me mend. Dikush jep një mendim, një tjetër, dhe kur ka shumë mendime e hedhim në votë, përsëri merret seriozisht. Pra ato kanë një vend të rëndësishëm në atë qendër. Nuk janë thjesht për një shërbim. Duke krijuar dhe duke u përshtatur me jetën e re aty në një komunitet të ri, të shkëputur nga kjo është pjesë tjetër, pastaj që aty do dilja. Kjo ndoshta i bën që të vuajnë më shumë vetminë dhe të ndjehen. Kjo është një pjesë tjetër. Shikoni, Niki, na akoma nuk e kemi arritur atë stad, atë nivel që të vinë dhe të trokasin në derë dhe thonë unë tani jam vetëm dhe dua të strehem në këtë qendër. Pra i sjellin më shumë familjarët, nuk të drejtohen. I sjellin familjarët në mënyrë krejt të papërgjegjshme, të pavullnetshëm, të pavetëdijshëm, në gjendje shumë të rëndë shëndetësore, të cilët më tani nuk bëhet fjalë më për vetmin, por edhe këtu ne punojmë shumë. Për shembull, ata natën bëjnë shumë halucinacione, trëmben, kanë frikë, sepse dhe ndryshimi i ambientit, sidomos javët e para. Dhe unë vazhdimisht kur i trajnoj kujdestaret i them, po ti shko dhe preke pak dorën dhe i thuaj unë jam këtu mos ke frikë. Se thjesht kërkon që ajo do të komunikoj me dikë. Nuk është se ka siklet, nuk është se ka, do me thënë, një ankes. Thjesht ajo do dhe ka frikë ku jam, çfarë po bëj, sepse problemet e demencave janë shumë të thella, të cilët do me thënë, është shumë e vështirë do me thënë të ti të bësh një program të mirë përcaktuar. Je gjithmonë përpara surprizave. Ti mendon po bëj këtë, por ndërkohë ti befasohesh përpara një agjitimi, përpara një agresiviteti, ose e kundërta pret një agresiv, por ajo me njerë qetësohet, kur ne për shembull, unë kam një banor aty që nuk i njeh fëmijët e vet, ka 5 vjet tek mua. Nuk i njeh. Raste të cilat kanë sëmundje të caktuara. Po, do ta them këtë. Aman, kur neve dje, jo më shumë se dje, biles doja ta merja letrën me vete, ne i vun të gjithë të pikturonin çfarë të donin ato, ose të plotësonin me ngjyra. Ky tha unë dua një letër, dhe i shkruante vajzës vet, me emër, i shkruante gjithçka çfarë ndodhte në qendër, se sa i kënaqur ishte, se si thoshte asaj ti rjeqet sepse unë jam shumë mirë. Ne jemi shashtisur. Si ka mundësi një person e kam votuar në Facebook, dhe ne kemi ngelur dhe kemi qartë sinqerisht të gjithë, se si ai nuk njeh asnjëri, aty shkruante me bukur shkrim. Me bukur shkrim. Pra, mendoti tani sa i rëndësishëm mund jetë ai në ato momente. Prandaj unë vetmin nuk e kam vetëm ke vetmia, unë e kam tek njerëzit. Domethënë ke marrëdhëniet që krijohen, ke dashuria, gjithçka lidhet me dashurinë. Vërtet, absolutisht. Dashuria dhe përkujdesja nuk plaken kurrë, kështu që duhet ta kemi të gjithë parasysh këtë pjesë. Kur demode. Absolutisht. Gjithmonë keni turmetuar faktin që moshimi aktiv në vendin tonë. Dhe prandaj edhe e kam bërë reviztë moshim aktiv. Sepse vetmia nuk është se ti je me njerëz, edhe nuk ndjesh, mund të jesh midis njerëzve dhe të jesh vetmuar, se je pa kuptuar dhe nuk e kupton ato. Gjithë puna është se si je i përfshimreve këto njerëz. Unë për herë të parë në 2004 hapëm një qendër komuniteti për gjitha moshat, ku vinin gjyshet dhe gjyshet bashkë me fëmijët e tyre, sepse dhe fëmijët duan të shohin jepe një mundësi si të unike për zhvillim shoqëror. Ai nuk njeh vetëm gjyshen e vet, po njeh edhe një gjyshe pak më të mençur ose pak më poshtë se sa gjysha vet. Domethënë krijohet një mundësi dhe nuk shef vetëm grupin e bashkëmoshatarëve të vet, por shef dhe dimensione të tjera të shoqërisë dhe merr një edukim. Nëse më përpara kishim ato familje tradicionale ku të moshuarit ndiheshin të rëndësishëm, nuk është se ndiheshin kohë të rëndësishëm ato. Unë kam qenë si vjet në Kosovë dhe ato në çdo 2 hapa, 3 vëllezër biznesmen të jashtëzakonshëm, përmendin babain e tyre. Babai na thoshte kështu dhe gjithçka që kishte lidhje me që kishte menduar ai për fëmijët e vet, ishte realizuar në mënyrë më perfekte. Dhe nuk mund t'i bënin përjashtim babait ato. Ato kishin adhurim, sepse e tillë është ndërtuar familja me respektin reciprok. Dhe ne kishim këtë mundësi. Tash meqense jeta moderne e shkatroi këtë bazë kaq sociale që e kishim, sepse funksionojnë dhe komunitetet. Unë kam qenë e vogël dhe ne me fqinjët tonë kishim një kapexhik, i thoshim ne, një derë që hynim dinim të njëri tjetrit, merrnim frutat e oborrit njëri tjetrit. Ura këto struktura sot nuk ekzistojnë. Bile një herë se kishim një familje Tiranë, se komshi, gjej mbrapa xhakut atë portofolin, se si thoshin ato, një emër tjetër portofolin, me lekët e tatës. Edhe unë e marr gjithë qefë dhe ja çoj në nënstime dhe nëna që ja kthen. Ose vezët e pulat e tyre bërin vezë të oborin jon në bar. Dhe unë gëzohesha se kisha shumë qefë vezën e raur dhe nëna ja dërgonte. Do të thonë të tilla marrëdhënie ishin të jashtëzakonshme.
një fëqinjësi, po që prishte në një pajën e saj nëna për t'ja bërë se do fejoj vajza fustanin e komshie, se varfëri ishte dhe atëhere, po kishte dashuri. Atëhere, çfarë ndodhi? Ndodhi që gjithë bota e kuptoi që me prishjen e familjes tradicionale duhet të krijohen mekanizma për te familjes. Dhe kjo ishte një nga shembujt që dash unë për qendrën ditore, që të mund të vinin me gjyshe dhe çfarë. Gjë që nuk vazhdoi, pse nuk funksionoi? Sepse kryetari i bashkisë, ku ne kishim ke pesa, Pandi Sara, ishte shumë optimist dhe donte që ta mbështese. Atëherë ka qenë Nora Mala, kryetare e Komitetit Gruas, dhe ajo ka mbështetur qendrën. Pastaj ato papritmas bën një ligj që të mos mbështeteshim neve, domethënë për një njerëz arrin të bëjnë ligje, është të mëshme deri ku shkon puna aty. Bën një ligj që nuk mund të funksionon. Ne nuk e kishim bërë me donator, ne e kishim bërë me vullnetin ton, një shoqe Davidin e saj si ku në Greqi, Tinka Kurti solli një qylym nga ato me thek që i vënë një les me kështu, një tjetër finxhanët, unë çova zyrat, kështu ndërtuam qendrën me vullnetarizëm. Po çfarë ndodhte me qendrën? Se prevenonte dhe abuzimin e familjarëve. Sepse një nuse që nuk silli mirë me vjerën, kur ne shkuam në shtëpi, asaj vinte turp të mbante qendrime të tjera pasaj dhe për nusën. Se fillon opinioni dhe funksionon dhe nuk është e vëllajshme. Atëherë këto mekanizma duhet të zgjeroheshin, siç e ka zgjeruar dhe bota. Për shembull, unë shoh amerikanët se si e kanë. Ato, ajo, unë kanë degët e tyre. I japin kontributin e tyre. Ti ke profesionistë jashtëzakonshëm, unë i kam komunitetin tim, nga gjitha fushat, po sidomos një ndërtues, ti merr inxhinierin që sot e vet pllakën, nesër ka lut në rrugë. Ndërkohë që s'merr ato specialistin e vërtet. Domethënë ti i ke nxjerr jashtë lojët moshuare, se moshuaret tonë nuk kanë qenë zakonshëm, kanë qenë të shkolluar, kanë punuar, kanë qenë me profesione, dhe unë ju tregoj ka dalë mbrëmje në Facebook raportin e Komisionit Evropian që thoshte, në Shqipëri më shumë punojnë të moshuarit dhe të varfrit. Se tjerët bëjnë sa tallavara, nga mëngjesi darkë bëjnë tallava. Unë jetoj në të njëjtin komunitet 51 vjet. Dhe jam tmerruar kur kam parë ato foton e tmerrshme të Bashkisë Tiranës me 1800 punonjës, të veshur dhe me ato jeshillet, që i kishin shku kryeministrit aty, dhe a e kam parë njëri nga ata në komunitetin tim. Do me thënë, ne kemi një disconnect, një mungesë lidhje totale me pushtetin lokal. Ne kishim një park, kishim një bibliotek, u zhduhëm për të bërë betonizimin, për të sjellë ti makinën dikush të 100% moshuar. Dhe shpallur dekada e moshimit të shëndetshëm dhe komuniteteve, dhe e ke dëgjuar ndonjëherë ta thotë pushteti? Po për çfarë është pushteti lokal? Sepse duke patur dhe këtë stuhin demografike, se më kujtove këtë pjesën që të moshuarit që kanë mbetur në Shqipëri, lindshmëria ka rënë, emigrimi është rritur, kështu që pjesa bazë kryesore që kanë mbetur në vendin tonë janë të moshuar. Por bashkangjitur edhe këtë vetmin, çfarë duhet bërë më shumë? Është e vërtetë që shoqëria po plaket me ritme shumë të shpejta. Bile për ta ditur statistikisht jemi ndoshta... Pra rritja e jetëgjatësisë, emigrimi, plakja... Është e para, po, jetëgjatësia e të moshuarve, nataliteti ullët, fakti që ne sot kemi arritur tek niveli kritik i 1.2 fëmijë për grua. Ne dhe Portugalia jemi dy vendet e para në Europë. Pra imagjinoni, as Franca, as Spanja nuk janë në këtë nivel që jemi ne. Pra është një çështje kritike. Dhe kjo nuk është vetëm demografike, po është polivalente, ka shumë komponent kjo arsye. Pra, shoqëria po bëhet me flokë të thinjura në një farë mënyrë, po të hedhësh syt në rrugë, ndesh shumë të moshuarit. Pra, kur shoqëria plaket, do të thotë që problemet e të moshuarve janë shtohen. Mosha moshimi ka problemet e veta, është moshe pafavorshme. Fizikisht, natyrisht, bjen energjit. Është e pafavorshme nga pikpamja financiare, sepse sikurse e dini, ne akoma sistemin e pensioneve kemi shumë të ulët, 500.000 veta janë akoma me 200.000 dhe pjesa me madhe e tyre janë të moshuar që kanë akoma më pak pensionin. Problemi shpërbërjes, po, shtojnë sëmundjet, pra rriten nevojat për shërbime spitalore. Të moshuarit janë ata që konsumojnë më shumë ilaçe se sa të rinj. Të moshuarit janë ata që kanë nevojë për shërbime sociale më shumë, se mbeten vetëm dhe kanë probleme të tjera. Pra, në këtë kontekst, kur bëjmë të diagnostikim të shoqërisë shqiptare dhe e kuptojmë që sasia, intensiteti, ritmet e moshimit janë shumë të mëdha, atëherë do të thotë duhet të rinovohen shërbimet, institucionet, politikat, të gjithë çka tjetër që ka të bëjë. Po unë kam një merak shumë të madh edhe për konceptin e moshimit në shoqërinë shqiptare. Kush quhet i moshuar në shoqërinë? Ja ta sqarojmë. Atëherë sepse ju nxorta të 74 vjeçë dhe tha plak, nuk është plak 74 vjeçë.
Nuk është 80 fillon jeta. Jo, ka një... Ka qenë 70 ka një periodizim. Deri në moshën, kur del në pension, që është pensionist. Pra, ke dalë në pension, nuk e plak. Nga mosha 65... Jo, nuk e dalë, të kanë zirë në pension. Se ti mund të afrosh, mund të kontribuosh. Përveç ata që kanë zirë me zonë. Të kanë zirë me dhunë. Po them për ata që dalin në mënyrë organike. Nga 65, në 75, që është i moshuar i ri. Ky është termi, i moshuar i ri. Pas 75-ës, 85-ës është i moshuar, dhe pas 85-ës firon mosha e 4 që është plak, dhe këtë drejt të kërkosh më shumë shërbime, më shumë mbështetje. Kujdestari juridike. Tani problemi është këtu. Ne kemi një koncept pa karkaik për moshimin. Dhe ky qarkullon një limf konservatore e papranueshme për modernitetin. Çfarë duhet të them me këtë? Shikoni, unë njerë them është një sindrom e Otto Wernerit, është një mjek gjerman, i cili thotë që ne kemi 40 vjeçar që janë si pleq. Dhe kjo sindroma e plakjes. Dhe kjo janë të zvarë, shifra si ndjesh, sa vitalje. Pra, do me thënë, çështja është që të moshuarit duhet të kenë një koncept tjetër për moshimin e tyre. Pra, në vend që të rriqë, sepse çfarë është procesi i plakjes? Ikën nga puna, vjen në lagje. Ikën nga lagja, mbyllesh në shtëpi. Ikën nga shtëpia, mbyllesh në dhomë, edhe shkon drejt vdekjes. Kjo është rruga e gabuar e moshimit, ndërsa rruga tjetër dinamike e të moshuarit është mos ta lër punën. Ja ku e ke? Ja unë dhe kjo. Pa pushim. Pra, moshimi aktiv, janë disa persona si ju, që janë frymëzim për pjesën tjetër. Shiko, nuk është fjala, unë bëj një punë, kjo bën një punë. Çdo lloj pune që është punë, që të mban gjallë, të mban të integruar. Është njoftë më shumë. Edhe një gjë tjetër do një mundësi ti. Si që ka kjo? Ai s'ka buktar. Unë nëse jam kështu, jam me super mbështetur. Ka mbështetur familja. Si që ka ajo, mos kesh asgjë ti dhe duhet të dal tek një tjetër. Çështja e përzierjes së brezave në punësim. Kjo që thatë juve që po ndodh në Shqipëri, që po reintegrohen në tregun e punës të moshuarit, është e lidhur dhe me faktin që janë krijuar vakume për shkak të emigracionit, largimit e tjerë. Edhe dëshirave të moshuarve, edhe të moshuarit një pjesë prej tyre janë shumë serioz, shumë korrekt, shumë të ndershëm, nuk merren me abuzime me këto, nuk zor të gjesh ndonjë që është i moshuar dhe punon që të bëj veprime të tilla. Pra, ne kemi këtë rrugën e integrimit, në vend që ti marginalizojmë, në vend që ti izolojmë, në vend që ti vetmojmë, do ishte mirë ti të tërheqim. Po çfarë mund ti tërheqim? Se është një nga një tezë teorike. Unë kam thënë gjithmonë, kemi nevojë për këto qendrat komunitare, e para njerë, se jo domosdoshmërisht gjithë do punojnë. Ka prej atyre që kanë nevoja fare të thjeshta. E kam thënë që intern do të them dhe këtu. Unë kam hedhur idenë në librin tim, mosha e tretë, krijimin e universiteteve të moshës tretë. Çfarë janë këto universitetet e moshës tretë? Nuk janë akademike këto, nuk janë qendra popullore. Nuk je dakord apo do duket e pa? Ja ta sqaroj unë, pastaj. Edhe ta sqaroj edhe unë shumë mirë këtë pjesë. Se janë për një grup vogël. Të flitet për komunitet. Këto qendra janë qendra të krijuara në rajonet ku është bashkia, për shembull, bashkia 2. Njerëz që janë në shtëpitë e tyre, janë mirë, janë zotrinj, kanë energji, kanë fuqi, lëvizin, mund të shkojnë te kjo qendra për të socializuar. Aty shkon psikologu bën një temë, shkon mjeku ju flet për sëmundjet, shkon sociologu ju flet për problemet e shoqërisë, lexojnë gazetën, këmbejnë në një lojë dominoa çfarë bëjnë atje. Domethënë është një element që ata akoma ndihen që nxën, mësojnë nga këto fusha të ndryshme në përputhje me moshën e tyre. Kjo nuk kërkon një investim të madh. Por kjo nuk ka asnjë ndryshim diferent nga këto qendra komunitare. Jo, po universiteti moshës tretë nuk është që të luash, aty shkojnë personalitete, që bëjnë tema të ndryshme, po këto të nivelet e larta. Po unë kam bërë projektin e qendrës ditore. Jo diplomë, nuk marrin diploma. Po e ke në vizionin 2025-2030 e ke. Sipas profesionit mund të shkollohen ai që do të shkollohet. Unë më për njerëz zakonshëm të dagjes. Jo, nuk është për shkollim. Po më këto qendra ekzistojnë. Nuk ekzistojnë. Unë po them nuk gjën asnjë në Shqipëri s'kam dëgjuar deri tani. Kam 25 vjet që merrem me këtë. Kjo qendra ditore fillon me ato parat. Unë mund të shtoj diçka Niki, shiko, unë kam një problem shumë të madh, sepse shikoj që njerëzit shkojnë dhe fondacione të ndryshme dhe mua më bën shumë përshtypje, shkojnë në pleq shumë të vetmuar, pra në të moshuar shumë vetën, të cilët ato janë në gjendje as të mbushin një gotë ujë dhe ju ndërtojnë një shtëpi. Mua kjo më duket një fars, sepse ai nuk ka nevojë vetëm për betonin, për murin dhe për atë, po ka nevojë atë shtëpinë ta pastroj, po ka nevojë që t'i bëhet pazari, po t'i gatuaj dikush, po ta laj dikush dhe ta bëj. Tani ekziston, që mbase ju nuk e dini, ekziston tani shërbimi në banesë. Shërbimi në banesë unë mbledh nga Saranda në Tropoj, që merre me trajnimin e infermierëve dhe më pëlqen si sens,
por kjo nuk është punë e infermierëve të qendrave shëndetësore. Këtu ngrihen si në të gjithë botën ngrihen ekipe të cilët shkojnë dhe shërbejnë në banesë. Dikush bën pastrimin, dikush bën infermierin, dikush bën punonjësin social. Dhe unë, do me thënë, këtë e kam një pyetje dhe për zotin Tushe. Me thënë, juve, si punonjës social që jeni, pra, a keni këto struktura në ju që të shkoni shtëpi më shtëpi dhe ti identifikoni të mos rrimë në teori se u lodhëm me teorinë. Ne duam gjëra praktike, ne duam t'i ndihmojmë. Pse në të gjithë botën punonjësit social janë shumë herë më të rëndësishëm se sa policët, po shkojnë aty nëse keq trajtohet nga fëmia, me një herë shkon dhe i strehon. Pse duhet i ngrejmë ne në majtë të malit një shtëpi ku ai nuk ka mundësi të shkojë as deri tek çesma të mbushi ujë dhe të ri përsëri vetën, me këto janë farsa. Dhe jo ta mbaroj, dhe ngritjen janë ekipe mobile që duhet krijuar, nuk i kemi. Ka tentativa, por janë ngritur, jo do ta mbaroj. Më kërkove përgjigje para një që unë nuk jam pensionist për veten time, nuk punoj në një strukturë. Jo, ju keni folur shumë keq për qendrat shëndetësore. I keni thënë janë jashtë standardeve në një emision. Për cilat qendra? Për këto qendrat e të moshuarve. Për kundrazi. Jo. Për kundrazi, qendrat për kundrazi. Jo, unë biles ju keni folur dhe unë po ja bëj pyetjen. E ke gabim. Po ju bëj pyetjen. Jo, ku bazoheni? Funksionojnë si ty. Jo, po pikërisht ku bazoheni? Ti duhet bish aty. Jo, kur më kanë ardhur ju? Qofte edhe një herë në qendër. S'kam ardhur unë, nuk vetë unë. Ju keni të drejtën se keni dëgjuar, po ju të gjitha që po jo nuk mund të thuash se besoj se zoti Tushe sepse drejtuesi jo janë thënë qendrat në Shqipëri janë të kushteve jashtë standardit. Sepse kemi patur raste ku në këto qendra janë keq trajtuar dhe të janë me standarde, janë të licencuara, ju ke gabim. Do e kesh ngabuar. Në çdo fushë ke njerëz që punojnë dhe njerëz që janë parazit. Ta mbaroj këtë pjesën. Unë jam shumë e çuditur sepse unë jam personel shëndetësor. Kam punuar 35 vjet në QSUT. Mbas 35 vjetëve kam 5 vjet që po merrem me të moshuarit. Kemi pas 200 punonjës social në QSUT. Dhe nuk e kam ndier kur dorën e atyre, sepse i smuri po ta them, nuk ka nevojë vetëm për pjatën, nuk ka nevojë vetëm për injeksionin, vetëm për ilaçe. Si e masim ne vetmin e këtyre? Duke i matur tensionin? Nuk ka matës. Këtë duhet ta bëj punonjësit social. Duhet të shkojnë derë më derë, Niki, siç e bën gjithë bota. Ti identifikojnë në çfarë faze janë. Jo vetëm të moshës, nga kjo deri në këto janë teori të vjetra. Ai duhet ta identifikojë nga ana fizike, nga ana psikologjike, nga ana sociale. Dhe pastaj un kam një formular që më ha 1 orë gjysmë kohë për ta plotësuar atë formularin, që duhet më vi i gatshëm nga bashkitë nga këto, edhe që unë duhet ta bëj vetë me familjarin të cilët të gjithë nuk janë në gjendje ta thonë. Jo, unë e bëj në vlerësimin e nevojave bëj çdo muaj. Po ju duhet ma sillni të gatshëm në çfarë gjendje është ai. Po punonjësi social i komunitetit. Ka ministria pra, ka ministria një del çdo lagje ka punonjës social, zoti Tushe nuk e kam me ju personalisht. Unë e kam me punonjësit social. Me punonjësit social që keni mbetur akoma vetëm në teori, dhe nuk po bëni absolutisht asgjë praktike. Ata të moshuar kanë nevojë të identifikohen, të ndihmohen. Për të ngritur zërin për këtë shtresë, për këtë kategori. Është ngritur, por asgjë s'është bërë deri tani. Po duhet vazhdojmë një bashkë, ata futën kryetarin. Nuk është ashtu, janë bërë ndryshime, është ky nihilizmi i papranueshëm. Ndryshimet janë bërë. Ma thuni. Ja ta them unë. Ne të dy jetojmë në të njëjtin komunitet. Dhe s'ke një qendër ditore. S'ka te ne, po janë ngritur qendra. 51 vjet jetojmë dhe s'ka marrë asnjë shërbim. Mos mohojmë, dëgjoj, të mos mohojmë. Ja ta them unë që nëse 20 vjet përpara nuk ishte qendra komunitare, nuk ishte institucione private, janë krijuar. Bashkit kanë krijuar bashkit. Po dini ju si mbijetojmë neve në ato qendra? Me 20%. E dini ju si mbijetojmë me taksa edhe me paketat. Ne jemi shumë të guximshëm që e bëjmë këtë punë. Sa qendra komunitare kemi në? Kemi statistikat për atë. Ja, po ta them 51 vjet në të njëjtin komunitet, dhe është komunitet qendër Tiranës. Edhe s'ka marrë asnjë si e peri nga bashkia. Rezidencialisht rreth 500 të moshuar në qendrat publike dhe private. 500. Në të gjitha qendrat, me komunitet, me kështu andaj këte gjysmë rezidenciale, semi-rezidenciale, janë rreth 1400 veta që trajtojnë. Janë shumë pak. Në vlerësimin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, para pak muajsh, është në shifra që gati vetëm 1% e atyre që kanë nevojë trajtohen në rezidencat e të moshuarve. Pra, kemi pak, kapacitetet i kemi pak. Ka një normativ, bota ka një normativ, të cilën po e them, në 100.000 banor duhet ketë një shtëpi të moshuarish. Në 100.000 banor.
minimalisht. Pra ky është niveli ullët, që të ketë 100.000, sepse ka të moshuar të vetmuar në nevojë që duhen trajtuar rezidencialisht. Sigurisht, se në shoqëri shqiptare ka mëre që ka një lloj debati, atje është me para, atje është shumë shtrenjtë, shiko. Kjo është shoqëri demokratike dhe e drejta për të zgjedhur shërbime është e drejtë e parë e të moshuarit. Ai që ka para, shkojnë në qendër private dhe trajtohet shërbime. Dhe ata ka ta disën ashtu se s'ka shteti po mbar shtëpi publike. Po pra për këtë duhet të ndihmoj, duhet të ndihmoj. Se privatin? Po privatin ta ndihmoj. Nëse ti e ke ngritur si biznes? Jo, nuk është biznes. Ai nuk quhet biznes, të lutem. Biznes nuk është një biznes social që un kam strehuar 25 banor që kanë mbyllur shtëpitë e tyre, nuk paguajnë dritë atje dhe tek mua i paguajnë dritë. Ai pra i jep vetëm dajak. Një shtëpi të moshuar në shtet dhe një shtëpi të moshuar. Po shtëpinë shtetërore janë me fonde të shtetit. Jo, në lidhje me shërbimet që merren, a merren të gjitha shërbimet njësoj? Tani është një pyetje sikur thua spital privat, spital shtetëror. Ku në spitalin privat mungojnë shumë gjëra, ndërsa në privat i ke të gjitha, po i ke më shtrenjtë. Ndaj shtrova që çfarë nevojash ka? Ne kemi nevoja kaq shumë sa nuk e ke iden. Do me thënë, janë godina pa fund që rinë bosh, të rënuara. Dhe rinë aty dhe unë kam një stall lopësh aty të dikurshme, që rikot gjithë kohës, dhe unë vetëm po të ma japin, unë të ndërtoj veta, reguloj, me një kredi pa interes, unë ndërtoj një shtëpi shumë të mirë të moshuarisht. Ja ku unë strehova 50 veta. Pse duhet vi Gjermania dhe mua më vjen Norvegjia tani me datën 1 qershor, më vjen një ekip i madh nga Norvegjia, vetëm për të parë situatën si mund të sjellin ato të moshuarit në Shqipëri. Përse? Kur neve këtu mund të moshuar norvegjez në Shqipëri? Po, të mbaruar me tanët ne dhe të marrin. Jo, nuk është puna se ke mbaruar me tanët, por nuk kanë ato vende. Dhe ata duan të ndihmojnë veten e tyre. Tregu është më i lirë, kujdestaret janë më të lira, ndërkohë që ne s'kemi kujdestare të punojmë. Nuk kemi kujdestare të punojmë. Dhe po ngrihet universiteti i të moshuarve, që nëse ty të ka ngelur me rakse se ke bërë shkollën, në Rini ka bërë të moshuarve. Jo, ajo ideja universitatit. Jo, shqoni se isha në ministri. E dëgjova në ministri dhe bëra goxha debat. Si mund të ndërtosh ti një universitet me këto struktura, kur ti s'ke një shkollë për kujdestare? Të kesh një shkollë për kujdestare, pse duhet i trajnojë? Shoqëria ndryshon. Do të thënë, nuk e di. Qa është marrë deri në ato moshë është marrë. Problemi është për kujdese dhe të urat e tjera. Një punonjë social të shikoj çfarë bëhet aty. Aty është kthyer në një spital, sepse vin të smurët më rënd, të cilët kanë një kosto të jashtëzakonshme. Dhe këto kosto nuk duhet të kemi ndim. Këto shërbimet sociosanitare që janë edhe sociale dhe mjekësore janë gjithmonë që kanë vështirësi, sepse ka të moshuar që vetë veprojnë. I moshuari që vetë veprojnë ka më pak nga kesa. E para, e dyta, një gjë është çështje, një gjë. Kjo është e vërtet që ne kemi nevojë që në këto qendrat e të moshuarve të kemi këto që quhen ekipet multidisiplinare. Domethënë, jo vetëm për pjatën e gjellës dhe për shërbimin larjen e rrobave apo ofrimin e shërbimeve të tjera fizike. Këto qendra ka nevojë edhe për figura të tjera. Dhe unë mendoj që në këtë pikpamje akoma ka nevojë të shëndoshen. Ka përmirësime, pa diskutim. Në qendrat paktën këto publike është i pranishëm, është psikologu, mund të jetë punojësi social, ka. Janë në qendrat e tyre, por çështja është efektivitetit të tyre. E para, e dyta, sasia midis klientëve, po i quaj me këtë term, përfituesve, po me që është term më i butë. Dhe atyre që ofrojnë shërbime është një problem. Kështu që unë mendoj në këto momente nevoja për të strukturuar ekipet multidisiplinare me standard, jo si pas shefit se cili, sepse të garantoj që diku ka mësus, vetë mësus atje ka... Kusht i bëj? I bën shteti, duhet i bëj shteti. Cili shtet? Atë shtet që kemi, këtë që jetojmë, tu jemi si jemi në Amerikë. Ke mbushu shtetit me patronazhiste, që zdi nga lidhët gomari? Kam bërë 4 strategji? Po do të bëjmë politikë, është jetë të gjithë. Po do politika, kam bërë strategji. Pse se ke aprovuar strategji? Pse se ke implementuar? Jo, se i hedhim disa ide. Kam bërë një të parën, kam bërë të dytën, tashi po bëjnë të tretën, a kanë implementuar gjë nga e para që shkoj shkret treta? Se kam parë, nuk e di. E bëjnë 200 punonjë social në QSUT, çfarë bëjnë? Çfarë bëjnë? Për QSUT nuk thëmë. Ja ta themu që kam qenë aty. Kam 30 vjet aty, nuk kanë një ditë për institucione. Duhet jenë në terren, lëreni teorit më. Nuk janë më punojësi social vetëm të shkruajnë letra. Duhet bëhet reforma e të dhënave. Nuk është i moshuari vetëm të shënoshti pretensioni. Në terren. E pra atje për mua janë inexistent nëse ata nuk janë në terren. Siç e ka gjithë bota. Siç e ka gjithë bota. Të vinte punojësi social me një herë kudo dhe merrej e pas ke murin
me myk, prandaj dhe azma është shumë evidente tek ty. Dhe merreshin punonjësi social, nuk merre më infermieri, nuk merre më doktori me një të smur kronik që jetonte në kushte mizerabël. Merreshin punonjësi social. Ishin më të frikshëm se sa policët. Këtë e kam parë në Francë, këtë e kam parë në Zvicër, këtë e kam parë në Suedi, dhe këtu janë inexistent. E them me të madhe dhe do vazhdoj ta them. Është i palidhur me njerëz. Mendo s'kanë bërë standarte, s'kanë bërë formular. Po një thirrje shumë e madhe. Standarte? Po standarte s'keni. Jo, më ke gabim. Po si keni pra? Standardet për mos fol kështu kot. Mos fol pa përgjegjësi. Standard, unë kam standardet në dosjen time. Jo, një minutë. Unë jam një nga bashkëautorët që kemi hartuar standardet për fëmijët, për të moshuar. S'keni marrë specialiste infermierisë aty. Atë në qoftë se ju keni bërë këto standarde, keni bërë një gabim shumë të madh, se e keni përjashtuar infermierin për të qenë drejtues i një qendre. E keni aty, e keni tek standardet. E keni tek standardet. Nuk ngjelet të marrim mend nga ty. Ka bërë British Council që ka më shumë se ty, më shumë se ti. Po jo, se si ishte në gjë British Council, ne ja thoshim British Council. Po mi pra, ne me këtë më financojnë të merr njëri më ty. Po mos kisha që unë azo bëshin ato. 24 orë, shikoj probleme madhore tek ata, shikoj një standard që infermieri është i përjashtuar nga kjo, ky thot tani ty s'to merr më njeri. Jo, më jo s'to merr për këtë gjë për standarde. Unë kam 40 vjet eksperiencë, kam studiuar në 3 vende të vogla dhe do ma marrësh më një si është shteti funksionon. Po mos e thuaj, shteti lokal nuk funksionon. Moza, e drejtuam. Ky debat nuk ka më fund pastaj, sepse duke qenë se nuk kemi marrë ndonjë zgjidhje deri më sot, të presim dhe të shpresojmë se bëhen debate të këta televizive në të mirë janë. Jo, të mirë janë. Po bëhet strategjia numër 3. Meqense janë bërë 2 strategjitë të tjera, kemi qenë pjesëmarrëse me ashtu, inshallah implementohet në një gjë nga strategjia numër 3 për moshimin. Me këtë rritje të numrit dhe me këtë statistika që kemi, gjë të fundit se në sekondën e fundit jemi. Shiko, këtu nuk janë sherre, këtu janë sinjale, këtu janë shqetësimet tona, këtu janë jeta ime 20 vjeçare në këtë profesion, të cilët jemi gjithmonë do bëhet. Dhe nëse unë i them ministrit, kryeministrit tim nëpërmjet televizionit, unë dua ta ndihmoj. Jo më shumë se para disa ditësh që kam çuar ministres një letër se si funksionon infermeria. Të jetë e vërtet më than? Po pra, po kjo është situata. Tani ne mos të bëjmë show dhe vetëm grejmë shtëpia të bukura, por të jemi më praktik dhe në terren. E vërtet, ju falenderoj shumë. Ky është mesazhi im, për të bërë bisedën. Absolutisht, nuk e tham këtë gjë, se ishte nisi e tillë edhe për të trajtuar një mesazh shumë aktual dhe një plagë shoqërore që e kemi të gjithë dhe e përjetojmë. Duajini prindrit tuaj, përqafojini, qëndrojni sa më shumë, telefonojni, sepse çdo fjalë, çdo përqafim është ilaç dhe dashuria asnjëherë nuk plaket. Se çfarë mbillni korni pastaj. E vërtet. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, shihemi nesër, mirupafshim.